Teksa Kuvendi i Shqipërisë po përgatitet për miratimin e projekt buxhetit të vitit 2026, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi një paketë të re ekonomike që synon frenimin e shpopullimit dhe nxitjen e lirshmërisë në vend. Impakti në buxhetin e këtij viti është 265 milion euro. Impakti në buxhetin gjerë në vitin 2040 shkon gjithsej 4 miliard euro. Natyrisht, kjo paketë është vetëm hapi i parë, i domosdoshëm për të shënuar një kthesë e cila synon të shpëtojë Shqipërinë nga shkretimi i plot i banorëve të saj. Gjatë prezantimit, Berisha kritikoi ashpër kryeministrin Edi Rama duke bërë përgjegjës për shkatrimin e sistemit të pagave në drejtësi dhe presionin ndaj gjyqtarëve. Ju përmend gjykatësve rroga sikur i ka nga pronat e Surrelit, sikur jep nga fondet e vjedhura dhe jo nga buxheti i shtetit. Një akt pacipsie. Në një kohë kur ata gjykojnë, ai përpiqet t'i kërcënojë. Nuk mund të konceptoj kurrë që një prokuror cili do qoftaj të marrë rrogë më shumë se kryetari gjykatës lartë apo kryetari gjykatës kushtetuese apo gjykatësi kushtetues. Po këtë ka krijuar vetë Edi Rama për qëllime politike. Ai përsëriti arsyet e tërheqjes së firmës për Endri Shabanin si kandidat i opozitës për avokatin e popullit, duke nënvizuar që Partia Demokratike është opozite shqiptarëve dhe jo opozite Edi Ramës. Po ne jemi opozite shqiptarëve, jo opozite Edi Ramës. Jemi krenar që nuk na don Edi Rama. Ai paralajmëroi qytetarët për protesta masive kundër qeverisë dhe akuzoi Ramën si bashkëudhëtar të vjedhjeve dhe mashtrues publik ndërkombëtar, duke bërë thirrje edhe ndaj Komisionit të Venecias për të hetuar veprimet e kryeministrit. Dhe i bëj thirrje Komisionit të Venecias të bëjë një deklaratë që ta mësojnë shqiptarët se ky është një mashtrues publik ndërkombëtar. Nuk mjafton kartoni kuq. Është në radhë pas Lubis. E keni marrë vesh që është nda dosja dysh, dosja Lubis dhe dosja Ramës.